بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga tekësiat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte do të vazhdojmë me ligjëratën në radhës që ka të bëjë me haxhin dhe dispozitat rreth tij. Dhe po shpresojmë se sonte është domethënë ligjërata e fundit në këtë kapitull, edhe pse pjesa që do të flasim sot nuk ka të bëjë në mënyrë direkte me haxhin, po ka të bëjë me kurbanin, qoftë ai kurbani I haxhit që lidhet me haxh, e për atë arsye zakonisht domethënë dietarët kur I përmendin rregullat e haxhit e përmendin kurbanin për shkak se edhe njëra prej ritualeve të haxhit është prerja e kurbanit, mirë po nuk është çështja vetëm me prej kurban për haxh, është kurbani I shtëpisë që prehet për bajram, është kurbani domethënë që kur lind fëmia dhe domethënë I vjen një gëzim shtëpi njeriut, këto tri lloje të kurbaneve domethënë janë të njohura fetarisht, domethënë mirë po ka edhe lloje tjera të kurbanit, si kurbani I nezrit, kurbani domethënë që njeriu zotohet që nëse ndodh një mirë, në gëzim, realizohet një arsye, në qëllim me prej kurban. Mirë po, këto janë më të shpeshta, kurbani I haxhit, kurbani I bajramit, edhe kurbani domethënë I lindjes së fëmisë. Mirë po, para se me filluar me trajtu këtë temën e kurbanit, ndoshta vetëm dy mesele më kanë rënë ndërmend me I përmend që ka të bëjë me haxhin. Ajo është çështja e umrës me e bë shpesh, se shes zakonisht njerëzit që shkojnë me bë haxh kanë qef, edhe pse ndoshta kanë ritualin e haxhit të tamattu, haxhin dhe umrën dyjat, domethënë me një të ndomë, njëre bojnë umrën e masandej haxhin, e shet që mëse që t'i kryjnë domethënë haxhin e t'i gjujnë ngurt, e pushojnë pak, tanë pak ju vjen vullnet edhe fillojnë me bo haxh e umre, domethënë më shpesh edhe ato pe I xhamisë së Ajshës. Edhe këtë temë kemi trajtuar në ligjëratat e para dhe kemi thonë se realisht çështja e umrës pe xhamisë së Ajshës bën për ata që e kanë özrin si Ajsha. E Ajsha u nis në haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë ardhur për mujshmet, domethënë gjatë rrugës kur kam rrinë Qabe, edhe s'ka mujt me bë tavaf, se I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëj çka të bojnë haxhit, përveç tavafit mos I afro Qabes, mos I afro shtëpisë, që faktikisht e ka shndruar tash llojin e haxhit prej tamattu, e ka bë domethënë haxhin qiran, e kanë domethënë e ka shtin numrin në haxh, faktikisht ka bë tavaf masi që ka zbritur domethënë prej Arafatit dhe Muzdelifes. Mirë po, mase që e ka kry haxhin, e ka po që gra tjera, besimtar tjerë, po kthehen në Medinë duke kry edhe umrën e qik, edhe haxhin e qik.
ajo vetën e vetë e ka llogarit që veç haxh po bën. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kam urdhëruar atë dhe Abdurrahmanin vllaun e saj që të merr Aishën edhe del në pikën më të afërt jashtë haremit, jashtë kufive ku quhet Mekë e ndaluar. E që në rastin konkret është rrugës Medinit ku ka dalë ajo, tash quhet Tan'im, aty tash quhet xhamia e Aishës, ka dalë jashtë domethënë kufive të Mekës, ka bën jetë edhe ardh e ka bë umrën. Mirë po, ajo ka bë umrë, Abdurrahmani vllavi i saj nuk ka bë umrë, që faktikisht e ka kuptuar edhe Abdurrahmani, edhe domethënë që realisht kjo lloj umrës me dal vetëm deri te xhamia e Aishës aty afër, që tash shikon ndoshta 15 km, 20 km, pak më shumë, më pak, domethënë prej haremit, i lejohet vetëm ato që kanë yzrin si Aisha, jo me dal, domethënë te sabah akşam ose për çdo ditë sa që ndron Mekë me bë domethënë umre. Kjo sa i përket umrës pejktuhet. Po dhe dyta vetëm me shpeshtu umrë pas umre. Domthonë shumica dietarëve thonë që kjo është me kruh. Edhe pse në realitet ka në hadith el-umratu ila el-umra mukaffirat lima bainahuma, domethënë umra dhe umra i shtyn mëkatet mes tyre. Po edhe është mirë me shpeshtu umrën pas umrës, po jo umrën për çdo ditë, jo umrën në gjithë njëra pas tjetrës. Se dietarë s'pako thonë, domethënë me pas diferencën në kohë, umra për umrës, s'pako dhe të rritën flakt. I ke rru flakt, e tu kanë rrit, që tu kanë zi kryt për i flakve, e tanë që me shku me bo umrën tjetër. Po hajde, po thojmë, domethënë ndashta njërët i vjen një herë ose një jetë, me shku me bo umrë, po një herë në vetë, me bo umrë, po, domethënë bëne një umrë, edhe dil jo të xhamia e Aishës, po dil domethënë te kufiri më i afërt për Mekës ku ka mikat, ajo është prafërsisht domethënë Qarnul Manazil, është rrugës për Taif, edhe domethënë Qasim edhe Riyad, domethënë aty 85 km dhe për aty e bën domethënë jetë edhe bën një umrë, po jo me shpeshtu më tepër. Kjo është meselja e parë. Meselja e dytë, çka është puna e atij personit i cili s'ka flak hiç? Domethënë s'ka si dalin flakt hiç, e duhet me i prej flakt ose kur të kryen umrën ose kur të kryen haxhin, se thash është prej obligimeve të umrës së haxhit. Edhe nuk e di, ndoshta e kam përmendur në ligjërata, domethënë prej domethënë ai tyne disa rasteve që edhe të bëjnë me qesh edhe me çajt. Bëjnë me qesh se çfarë fatvaje i ka dhënë njëri tjetrit në personit aty, po bëhen me çajt se qysh njerëzit domethënë e vetin gjithkënë edhe dhojnë pa kur fare dije fatva edhe pa kur fa frikën ndaj Allahut azza wa jall. Tregohet një njeri i kishte pas flakte preme edhe kishte kry umrën, mos e që kishte ndërsa flakti domethënë kishte dërrume, edhe tash kur e kryen umrën e din që do të më prej flok, po është që ç'a më bë, e takon dikon rrugës aty dhe thotë çka më bën, thotë ti shkurtoj mesazhet. Domethënë mos e flak sipas që shkurtoj mesazhet. Kjo është domethënë thash edhe për me qesh, po edhe është për me kajt qysh njeriu jep fatva, domethënë kështu pa ignorancë, e bëm domethënë pa dije me ignorancë nuk e ka frikën e Allahut azza xal. Në rastin konkret, nëse njeriu nuk i dalin flakt, domethënë nuk ka nevojë me prej kryt hiç. Disa për djetarë thonë është mustahab veç briskut me kalu briskun për mi kry, edhe pse s'merr kurrë brisko. Po dhe hiç mos me prej kryt se s'ka flak, kjo i bjen se runa zot njeriu domone ka obligim me la kamën ose ka la me la dorën, me rabes. Por runa zot nëse të prehet dora e kama, çka më bë? A me ngjit një dorë plastike se të kam plastikës me mora besa? Thjesht bjen ai obligim. Edhe në raste konkret te koka realisht nëse s'ka flak njeriu as në qime në kokë, domethënë bjen ai obligim edhe nuk ka nevojë domethënë me bë askur gjë. Mirë po thonë disa dietarë është mustahab s'pako briskun me i ra, domethënë për mbi kokë. Po edhe nëse se bën këtë nuk prish punë. Kthehem tash te kurbani. Tash kurbani qoftë ai haxhit, qoftë ai i bajramit, qoftë ai i lindjes së fëmisë, është vetëm prej kafshëve shtëpiake, më konkretisht ose dele, ose dhi, ose lop, ose deve, që i bije veç për qëtën e lojeve ka kurban.
Me thonë valla unë hoxh nuk kam dele, po kam kapraj, apo me prej një kaprall kurban. E nuk I lejohet me prej, edhe pse është I lejuar, do me thonë me hongër mish një kaprallit, po nuk lejohet, nga se kurbani është min behimetil en'am, është pe I këtyne llojeve të kafshësh të pijakët, të janë përmendur në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qof deve, qof lop, qof dhi apo dele. Domthonë çto janë llojet asaj që ka prehet kurban. Kurbani si kurban ka bazë shariat tonë edhe në Kur'an, edhe në Sunet, edhe në konsenzus dietarëve. Nga se Allah azza në suratul Kauthar ka thonë inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Ty ta kam dhënë në Muhammed Kautherin apo shumë të mira dhe falu për Zotin tënd dhe prej kurban. Apo ka në ajet tjetër ka thonë qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë thjesht për Allahun azza wa jall. Pra ai argumentet qarta nga Kur'ani, nga sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është shumë e qartë, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në haxh, po edhe kur s'ka shku në haxh, se pejgamberi vetëm një herë në jetë ka bëu haxh, në vitin e 9 hijri. Mirë, po kur s'ka shku haxh ka prej kurban të shtëpisë. Kurban domethënë Bajramit. Ka një hadith vërtet që I ka prej 2 desh me brina të bardh me do ngjyra të zeza, ka pak ka syt, I ka pas zeza, ka durt, I ka pas zeza, po 2 desh me brina të bardh me disa nuanca, domethënë të zeza. Mirë, po thash ka edhe konsenzus për dietarëve që kjo çështje ka bazë në fe, edhe pse dietarët kanë mos pajtime kurbanin si kurban parem a është farz a sunet. S'po them për ato që është I haxhit, se ai është domethënë kush e ka llojin e haxhit të metu, ai e ka farz me prej. Qoftë s'ka mundësi më prej, kena ka treguar që duhet me agjëru 3 ditë në haxh e 7 masi që të kthehet prej haxhit. Ne po flasim për kurbanin e Bajramit ose kurbanin për fëmijë, a sunet a farz. Domthonë pothuaj se ndoshta shumica dietarë thonë që është sunet. E kapi dietarëve që thonë është vajib, është farz. Duke u mbështetur në argumentin që ka thonë Allah azza wal fasalli li rabbika wanhar, dhe falu për Zotin tënd dhe prej kurban, ka ardhur mirë odhërore prej kurban. Ka ardhur hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai I cili ka mundësi me prej kurban e nuk prej kurban, mos I afrohet ditës Bajramit vën me fal Bajramin. Argument tjetër kanë thonë se çështja e kurbanit është simbolik, është simbol I fesë. E simbolet e fesë, domethënë e kanë një trajtim më të veçantë se vetë suneti. E pra thonë, domethënë është vajib me prej kurban për ato që ka domethënë mundësi. Ky është tash mendimi që ndoshta më I saktë, edhe që thonë edhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Sheikhu Themini thotë nëse ka mundësi edhe kjo ka vajib. Mirë, po thash ka mendim tjetër, ai është I shumicës që kurbani është sunet. Edhe pse thonë është sunet, I marrin disa argumente të tjera. Prej tyre kanë argumentin se kur kemi fola ditë para se me hin ditët e Dhulhijhes, ka një hadith të Muselemes, që hadithi është në Sahihun e Muslimit, që ai që don me prej kurban mos të rron flokët edhe mos të pren thajt. E fjala ai që don në farformë e kalon ai që don, nëse don e nëse është farz, thonë nuk e thot pejgamberi sa ai që don, po tregon se s'ka këtu domon apo don apo don. Kjo argumenti I parë. Argumenti I dytë është thonë se shumë ka ardhur disa transmetime prej sahabëve, besa edhe prej aty në 4 sahabë të mëdhej, Abu Bekrit ose Omer dhe Uthman dhe Aliut, këta xhulafar rashidin, që edhe ata ndonjëherë e kanë lënë edhe pse kanë pas mundësi me prej kurbanin, më tregon njerëzve se kurbani I Bajramit nuk ka farz. Tregohet për Ibn Abbasin, thonë Allah azza wa jalla ka thënë pasuri për çdo ditë ka prej dele. Mirë, po ka ndodhur ndonjëherë në Bajram nuk ka prej dele, edhe pse ka prej për çdo ditë, ka ble mish për Bajram, më u tregu tjerëve se realisht çështja e kurbanit, domethënë nuk është farz edhe nuk është vajib. Këto janë argumentet e aty, do thash që
thënë që sunet, edhe pse ndoshta argumenti ma të forta dhe ma të qarta edhe ajeti dhe domethënë që në mënyrë urdhërore që ka urdhëruar domethënë me o fal për Zotin me prej kurban, hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai cili ka mundësitë e nuk prej kurban mos i afrohet ditës Bajramit, atë ditë kur falen Bajramin, edhe treta ajo që thash është simbolik e fesë tonë kurbane, këtu ndoshta e bëjnë që me anua që çështja e kurbanit është vajib e nuk është vetëm sunet. Kur fillon domethënë koha me prej kurbanin, koha me prej kurbanin fillon prej që të falet domethënë Bajrami. E Bajrami falet një 15 minuta parafërsisht mas lindjes së diellit. E bën e sapo një 15 minuta namazi, dikon gjysmë ore 40 minuta, domethënë mas lindjes së diellit kur falet Bajrami, për asaj kohe domethënë mundet njeriu me i pre domethënë kurbanin e jo më herët, e jo natën e Bajramit, nga se ka ndodhur një njeri e ka prej më herët, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që realisht ai kurban jot është pastërm, nuk është domethënë kurban. Ka në hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas që ka fol Bajramin u dale i ka pa njerëz që disa i kishin pa të prej delet e tyre, ai ka urdhëruar domethënë me prej domethënë kurbana domethënë tjerë. E kur përfundon domethënë kjo dita e fundit, domethënë ka dy mendimet e madhebi Hambeli është që dita e tretë e Bajramit, mirë po mendimi më i saktë është që ditën e katërt të Bajramit para se me përëndu dielli, domethënë ditën e katërt të Bajramit para se me përëndu dielli, faktikisht domethënë deri atëherë ki kohë me prej kurbanin, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se përveç ditës së parë Bajramit edhe 3 ditë tjera janë faktikisht fest, janë ditë të ushqimit, pirjes edhe përmendjes së Allahut azza wa jall, e për përmendjes së Allahut azza wa jall është edhe me prej domethënë kurbanin. Çështja që kanë cekur dietarët është që ai që e prej kurbanin nuk japet për shkak që e ka prej kurbanin, domethënë as lëkur, as mish si kompenzim pse e ka prej. Pas lejohet edhe pse se jap kurbanit domethënë që se jap domethënë atij kasapit lëkurën. Edhe në qoftë se dën me shit, mundesh me shit në qoftë se ki për qëllim me dhon sadaka. Se për ndryshe me shit e me përfitu prej asaj pare jo, nga se realisht ata e ke bë kurban për Zotin, nuk lejohet me përfitu në asnjë aspekt, domethënë se atë pasuri e kanë nxjerr për Zotin, jo për më të kthye domethënë interesi domethënë te ti, nga se kështu ka ardhur domethënë në hadithin e Aliut se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e ka autorizuar me i prej kurbanat, i ka thonë që me e dhonë sadaka domethënë mishën e tyre, edhe domethënë gjërat e tjera lëkurën e kështu me radhë, mirë po ka thonë mos i jap asgjë domethënë kasapit prej asaj domethënë pasurie, prej atij mishi. Ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi ka prit dy dasha, mirë po në haxhin që u koni ka prej 100 deve. 63 deve i ka prej me dorë veta, e masandene i ka thonë Aliu të vazhdoj këto tjera te. Edhe Aliu i ka vazhduar dhe thjesht domethënë i ka thonë që shkepe domethënë mishën e lëkurën e këtyre gjërat e tjera, mirë po mos jap kasapit asgjë prej kësajna. Po se na i ka thonë e paguajna, e japëm për pasurisë tonë, jo prej domethënë kurbanit. Cila është më mirë me prej kurban, më prej mirë është me prej lop, a deve, a dele. Te kurbani i Bajramit, thojnë më mirë është devja, tanshi lopja, tanshi delja. Se e marrin për argument që pejgamberi sa më thash 100 deve i ka prej. Mirë po edhe marrin për argument se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për ditën e xhumë, që ai i cili pastrohet mirë edhe vjen në xhumë në orën e parë, e ka sevapin si me bë prej një kurban një deve. Ai i cili vjen në orën e dytë, e ka sevap si me prej kurban një lop. Ai i cili vjen në orën e tretë, e ka domethënë sevapin si me prej një dash, që i bien që sa më herët sevapi më i madh e ka krahasuar me deve, që i bie që realisht me deve është
dhe më thonë mas mjetit të dëmon kurbani bajramit, e në qëfë se s'ka deve, lop, e që s'ka lop, dhe më thonë njeriu, dhe më thonë me prej, dhe më thonë dele. Kjo po thëmë në qëfë se si hi në të shtatën, se të qëfë se hi në të shtatën e deve, se në të shtatën e lopës, si dele, si deve, prapër se që të është, nuk ka kur farë dalimi. Ndërsa sa i përket kurbanit të fëmijëve, thënë djetarët ma mirë është me prej dele, se me prej lopë, ose me prej, dhe më thonë, deve. Mosha që duhet me pas kurbani, ka ardhur në hadithet për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që deve mi pas 5 vjet, lopa mi pas të plotësuar me 2 vjet, e dhia mi pas të plotësuar me 1 vjet, e delja mas pakti me i pas, dhe më thonë, 6 muaj. Kështu ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket çështjeve të disa të metave, që nuk bën mi pas kurbani, ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 4 gjëra. Ka ardhur mos me kon e verbët që verbësia e saj është e qartë, që e pa mundësën me ecë, edhe s'munët me shku me byllëk edhe me kollot normal si ato tjerat. Nga se kjo automatikisht ndikon që mu dobësu edhe mos me pas mish në ta. E në qofë se është një kafsh, qoftë e dele apo dhi, lop apo dash, dhe më thonë ka, që ka të meta në sy, që faktikisht ja pa mundësën me ecë normal që me shku me bylykun e lëpve, ose dheve, shtu me radhë, që me kollot normal, kjo dhe më thonë përjashtohet. Ajo cila është e smut, që smuja saj është e qartë, dhe më thonë faktikisht që nuk e lejen me hongër, dëpsohet, me onë mesë si rinkom, e kështu me radhë, edhe kjo s'lejohet. Ajo që është, dhe më thonë, që qalën, po jo çdo qalim, ajo që qalën që realisht ja pa mundësën me ecë normal me bylykun që më kullot normal. Që faktikisht thash prap kjo ndikon në çështjen se nuk ka mish, është e dopt, është në hall. Se në qoftë se është veç një e qalume e vogël, mirë po se pengon me ecë, edhe mu do për bylykut, nuk prish punë, edhe e katërta, do më thonë, ajo që është zabon që jetojmë na, për kafshëve që është e dopt, që është e thatë, që dëmonë syni me pa, dëmonë vjen gjëna me e prej, apëtën sene, edhe kjo është ndaluar, kështu kanë ardhur në hadithet vërtetat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jem përmend edhe disa sene tjera, jem përmend dhëmt mi pas thym, se kanë thonë mi pas dhëmt të thym, ka ardhur pej Aliut, domethënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që edhe mi kushtyr edhe dhëmt, edhe domethënë vesht. Kanë thonë për dhëmt se zakonisht kur si ka dhëmt nuk mundet me hongë normal edhe automatikisht dëpsohet. Mirë po kjo dhëmt veshën me pas të prem gjyse ma shumë, brinën me pas të prem gjyse ma shumë, bishtën me pas të prem gjyse ma shumë. Ka për i djetarëve që edhe këto thënë jenë të meta që e ndalojnë kurbanin. Mirë për e vërteta është se realisht nuk ka ndonjë argument qartë që se ka veshën e prem qoftë pak apo cella, që ka ndikon ajo në shëndetin e saj. Ose bishtën që se ka krejt hjekun që ndikon ajo dhe më thonë në shëndetin e saj. Ose brinin që e ka të hjek të krejt, jo veç të thym, dhe më nuk ndikon në shëndetin e saj. Për atë, dhe më thonë, disa djetarë mjeftohen vetëm ato 4. Mos me kone verbërt, që është shumë e qartë verbërsia e saj, mos me kone që qalën, mu pa ashiqare që qalën, mos me kone smut, që smujnë e ka të qartë, edhe mos me konë zajf edhe dëbë që tu e nështenë ato kosht dhe 4 të metat që tu zbën me lëshupe. Kur po thëmë në këto tjerat, nuk jenë kosht, zdo me thonë që duhet sprish asene, me rëdhat asene. Me mira së mirës është me marë matë mirën, se jetu e prej kurban. Edhe për të zote, dënë me e qua atë malin matë mirë, pasunin matë mirë, edhe kafshën matë mirë. Me mujtë mos me pas asë një të metë që është idealja. Po në qofë se eventualisht nuk mundesh me gjetë, ka nejtë metë, e kështu më radhë, qofë se si ka që do 4 metët e mdoja, dhe më thonë nuk prish, dhe më thonë punë. Kam përmend djetarë që shprejet kurbani, kanë thonë për deven, mu prej në kom, per dzuheq, mja lidh komën e majtë, që kur bjen me ranë nonën e majtë.
nga se ka ardhur peja Abdullah ibn Omerit, e ka pa një njeri i cili e kishte shtret devën e tina, edhe i ke me e prej, edhe i thët ngrite, edhe lidhja komen, dhe më thonë se kështut është suneti e pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra thjesht me prej devën kom, mja lidh komen e majt, edhe jo me prej që shë prejnë, dhe më thonë krejt, gati kryt mja jek që shë jekum në lëbë ose deres, po mu godit në qëtë pjesën që to i thojnë nëhër, që faktikisht më janë ndërpret, dhe më thonë ato erterit e gjaku që me dal gjaku, po jo me shku me prej që shë prejnë, dhe më thonë lopën, apo dhe më thonë delin. Nga se lopa edhe delja dhe dhija, dhe më thonë ka ardhë që mu prej, ashtu si që ka ardhë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i ka prej 2 kurban me dorë dhe vetë, 2 desh, edhe ja u ka qitë kamën, dhe më thonë që me i majtë, ma mbi kratë e tyre që mos me lëviz. Çështja tjetër që duhet me pas kujdes është çështja me ba bismillah, kur të prejnë kurbanin, po edhe kur të prejnë kafshën tjetër për, dhe më thonë, për postërën, nga se ka ardhur në ajet kuranor, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayh, mos hani prej asaj që nuk është përmendur emri i Zotit në të. Ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ajo që e bën me rrjedh gjaku, edhe përmenet e emri i Zotit kur prehet, që ato hane, që i bjen, që në qofë se s'përmenet Zotit, apo nuk e bën që me i rrjedh gjaku, në më thonë atë kafsh më se hane. Që kjo është mendimi më i sakt, që është vajib me përmend emrin e Zotit me bo bismillah. Ka djetar që thonë është vetëm sunet. Për argumentet që mos pohin atash, dhe më thonë se cilat argumente i kanë, argumente i tyre kryesore është se Allah azhjal thot ka lejuar me hongër ushqimin e jo besimtarëve të cilët janë krishterë apo jahudi. E thot përderisa ata ju lejohet muslimanët me hongër bukën e tyre, mishin e tyre, të krishterëve të jahudive. Ata dihet që kur e prejnë, dhe më thonë lopën, asa nuk bojnë bismillah, po pejgamberi më ka mësuar që mjafton ti me bo bismillah kur të hanë. Edhe kjo mjafton. Që i bie që realisht kur është prej nuk o prej me bismillah, se është krishter apo jahudi. Më rëndësisht mos me prej në namën, dhe më thonë, në i zotit tyre, në i farë, dhe më thonë, besutnije tyre. Pse për ndryshe që ose e prejnë veç kështot, që shprejet zakonisht për tregti, edhe pe i krishterë dhe pe jahudis lijuat me hungra i mish, mirë po ban bismillah kur e hanë. Këtë e kanë marrë argument djetarët se me thonë që realisht nuk është vajib, po është vetëm sunet, dhe më thonë, me përmend emrin e Zotit kur, dhe më thonë, prejet kurbanin, mirë pos, dhe më thonë, me udhës është që njeriu me bo bismillah, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç që ka bo bismillah, ka thonë bismillah, Allahu akbar, dhe më thonë edhe ka bo tekbir, bile ka ardhë në hadithe që ka bo një dua tjetër, ka thonë vajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. E ka përmendur edhe që të dua. Ka përmend, ka thonë o Zot, ky kurban është për mu e për familjen time. Kurban tjetër ka thonë o Zot, ky kurban është për ata që s'kanë mundësi me prej metit tem. Mon këto fjalë kanë ardhur dhe mon që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është sunet njeriu me hongër prej kurbanit vet. Nga se kështu ka ardhur në ajet kuranor, ka thonë fekulu minha, hani prej tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato që thash i ka thonë, i ka prej 63 deve vet, e tjerat ja kalon Aliut. Masë që jenë prej ato 100 deve të tina, i ka thonë Aliut dhe aty në punëtorëve, ka thonë merrni prej secilës pjesë, prej secilës kurban ka i pjesë. Edhe qitë një tavë, një enë, edhe zine, edhe ka hongër, edhe ka pi supën e atij mishit kurbanit vet, që e bie që është sunet, qofse ka mundësi, njeriu e pren shpejt vet, ose e pren dikon që është prezent aty, ose ka mundësi dikush më ia sjell që spaku me e kërkua, domethënë mishin e kurbanit vet, nga se është sunet, kështu ka thonë Allahu, kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por atë po thëmune që ka erë, mos e bëni kurbanin që është veç një letër, në kvitung e paguni edhe në mund asë e sheni kurbanin, as në mund kur prejet, as kur qkepet, është të mëral, thjesht tash është simbolik
që njeriu duhet me engjallnu këtë sunet. Çështja tjetër që duhet me pas është sunet me hongër, ndërsa është vajib me çkep, me dhon pak sadaka pesajna. Nga se Allahu Azza kur ka thonë fekulu minha, hani pesaj, ka thonë wa at'imul ba'is al-faqir, dhe jepni ushqim prej kurbanit ai i cili është nevojtar dhe i varfër. E thonë dietarët është domethënë vajib që njeriu me dhon sadaka prej kurbanit, qoftë edhe spaku një copë mish me e dhon. Qoftë se ka nevojë me nal për vetë le të nal. Mirë për spaku një copë mish le të jap domethënë sadaka. Mon prej kurbanit nësh me hangër, nësh me rezervu, duhet me dhon sadaka, nësh me çu hedije. Është ajo njohja domethënë që përmend dietarët me ndan 3 pjesë, se ka ardhur disa transmetime domethënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur pe Omerit të fal që ai ka thonë mundon 3 pjesë, një pjesë për familjen, një pjesë për hedije, një pjesë për sadakon. Këtë e morën dietarët si argument, domethënë që domethënë me ndan 3, mirë po edhe në qoftë se shumicën e nal për veti, s'paku jep diçka sadaka. Edhe në qoftë se krejt e çkep, në le pak për veti kërko, nga sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, me i përzi edhe me çkep, edhe me dhon hedije, që edhe nështë nuk jenë njerëz të varfër, po i ki tafërm, me dhon hedije, edhe me hongër, po edhe në qoftë se domethënë e rezervon ndonjë pjesë të tina, domethënë nuk prish punë. E kemi të sekur që është domethënë atij cili personi domethënë do me prej kurban, si na tash që jemi këtë ditëshën, që ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ai që ka bën jetë me prej kurban bajramin, mos me i prej flakt apo mos me prej thojt në forme, edhe pse s'kem mundësi me kon në haxhe me haxhit, më përgjasua se ata kur hin në ihram, domethënë ju ndalohet me prej flakt edhe me prej thojt. Kjo ndoshta në pika të shkurta se për këtë kurbanit të shtëpisë, e që pothuajse të njëjtat rregulla vlen edhe për kurbanin e haxhit, vetëm po mbesëm të çështja e kurbanit të lindjes së fëmisë, që quhet akika. Akika është qëtë diçka me prej kur lind fëmia, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka prej për dy nipët e tina, Hasanin dhe Hysenin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fëmia çdo foshnjë që lind është peng me akikën e tina derisa të prehet. E kanë cekur tash dietar kanë dhënë komentime se çka është domethënë peng, thonë është peng se s'ka më mujt me bën nesër shefat ditën e Kiametit për prindet e tina, qofse s'prehet ky kurban. Ka ardhur në komentim tjetër që kanë thonë dietarët, kanë thonë që s'ku më pas mbarësi. Edhe zhvillim të mirë që Zoti më i dhon hajër në këtë dunjë, domethënë thonë edhe në fenë e tina, në dunjën e tina, qofse nuk prehet domethënë ky kurban. Ka në hadithe të vërteta që prehet një kurban për vajzën e 2 për djalin, mirë po edhe me prej një për djalin, një për vajzën, faktikisht obligimi domethënë kryhet, nga se ka domethënë dallime dhe mos pajtime se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai ka prej për Hasanin e Hysenin, për secilin ka 2, ai ka prej për njërin një, për Hasanin një e për Hysenin domethënë një tjetër. Kështu që nëse e pren domethënë një e kryen obligimin qoftë për djalë, qoftë për vajzë, mirë po më mirë me prej 2 për djalë e një për vajzë. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që mu prej ditën e 7. Më gjitëm në ditën e 7, më u rru flokët fëmis çaq sa ka flok, nga se kështu i ka thonë pejgamberi sa son Fatimes kur i ka lindur Hasani, ka thonë rruja flokët edhe për çit janë pesh, atë sa ka pesh, domethënë kundër vlerë të tyre, domethënë jepi me gram, domethënë sadaka nga argjendi. Qofse sprehet në ditën e 7, ka ardhur disa transmetime le të prehet në ditën e 14 apo në ditën e 21, mirë po ky hadith ka domethënë mos pajtime mes dietarëve, qofse e pren 7-ën elhamdulillah, se pren 14-ën elhamdulillah, qofse se pren 21-ën elhamdulillah, prej kur dush, mirë po rri gati me prej. Po me thon dikush tash po hoxh
prindi jam se ka prej, a me prej për veti. Realisht obligim, në këmë parim se është obligim, kjo është sunet. Po realisht këtë sunet nuk u konë për ty, po u konë për babën tënë. Ajo është dashur me prej për ty. Po edhe në qoftë se e prej për veti, me lejen e Allahut azza nuk prish punë nga se ka një hadith që pejgamberi sa e ka prej për veti edhe pse ka fjalë rreth këtij, domethënë hadithi. Këto tjera ato rregulla që domthon vitet, tmetat, që shkepet prafërsisht janë të njëjta, vetëm janë dy dallime. Thojnë te kurbani i Bajramit, më mirë është me prej ato që është më e madhja. Deve, lop, dele, te kjo akikës është më mirë me shkue në dele e përpjet. Kjo e para. E dyta thojnë kurbanin e Bajramit, më mirë është me shpërnda qoftë me dhon hedije, qoftë sadaka, qoftë me ndal, ndërsa te kjo e kakikas është më mirë, domethënë me zi, edhe me përgatit një drekë edhe me dhon njerëzve, domethënë me hongër, edhe një dallim tjetër që thonë dietarët është se te kurbani që pas kam harruar me cek, te kurbani i Bajramit, nëse njeriu ka dele, nëse ka mundësi me i prej vetë një lop, e prej një lop, nëse ka mundësi me prej një vetë një deve, e prej një deve, mi po s'kan mundësi me prej lop vetën, mundë me hidejnë 7 vetë, me prej, do më thonë një lop, ose me prej një deve, nga se kështu ka ardhur në hadith vërtet që në umrën e Hudejbjes, kur janë larguar, s'kan mujt me hinë në umre, se i kanë penguar mushrikët e Mekës, thotë kena prej, se cilën për 7 vetë, kena prej, dhe më thonë ka një deve, apo ka një lop, që i bje që realisht që është i lejohet, ndërsa të ky kurbani i fëmis që e quhet akika, thojnë dietarët duhet me prej dele edhe nuk duhet me hi, më nëshme prej edhe lop, më nëshme prej, dhe më thonë e sene, por jo me hije me 7 vetë, ashtu si që hinë, dhe më thonë në kurbanin e Bajramit. Këtu ishin, dhe më thonë, në formë të përgjithësuara disa rregulla që kanë bëjnë me kurbanin, qoftë ai kurbani i haxhit, kurbani i Bajramit, kurbani i lindjes së fëmisë, në mënyrë shkurtuar, e thash lidhja e kësaj me dispozitat e haxhit është se në haxh ka kurban edhe domethënë edhe te kompenzimi, si kompenzim ku njeriu bën ai shkelje prap ai dënimi i parë gjithmonë është domethënë kurbani për atë dietarët. Këto dispozita i trajtojnë në librin e haxhit, nuk e lutur Allahun azza wa jalla që na shton diturinë, na shton sinqeritetin, na bën për atyre që i shfrytëzojmë të ditë të mira, ditë më të mira të vitit, me vepra të mira, me agjerim, me namaz, me sadaka, me dhikr, me përmend Allahun azza wa jalla, me bë tekbir, me thon Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Nga se kështu kam vepruar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.